të nderuara deputete, të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive me 19, 23, 25 dhe 27 prill 2025, kandidatja për kryetare të kuvendit deputetja Albolena Haxhiu e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Blau Konjuca, që ta propozoj kandidatin apo kandidatën për kryetare të kuvendit të Republikës së Kosovës. Më vjen mirë që e ku morë epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zërkraki, po nëse si opozit mune me na i guazunja, bile mos të mesim nër 57 kësha falenderu shumë. Propozimi ju është Albolena Haxhiu. Por kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi ta ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10.